Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi tek Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve të ecshëm gjurmës profetike, tema e 12, dalja e Dejjalit dhe zbritja e Isait alayhis salatu wassalam. Në hadithin e Ibn Umarit radhiyallahu anhu, qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nasi fa athna ala Allah bima huwa ahluh. Një ditë u çua në këmbë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe lavdëroi Zotin ashtu siç ai e meritonte. Thumma dhakara ad-Dajjal, më pas përmendi Dejjalin, pra fitnën e Dejjalit, sprovat e tij. Inni la undhirkumuhu wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumah. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un po ju paralajmëroj për të. Dhe nuk ka profet përpara meje vetëm se ka lajmëruar popullin e tij për daljen e Dejjalit. Laqad anzara Nuhun qaumah. Nuhu e lajmëroi popullin e tij. Walakin yaqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumih. Kurse unë do të dërgoj për të, pra për Dejjalin, gjëra që nuk i ka treguar askush tjetër përpara meje nga profetët. Ta'lamuna annahu a'war. Dijeni se ai është i verbër, pra nuk shikon nga i sy, pra është i qerruar. Wa anna Allah laysa bi'awar, kurse Zoti nuk është i verbër, pra Zoti shikon. Në këtë hadith bëri të qartë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një shenjë të qartë të Dejjalit, Mesiu Dejjalit, i cili është i verbër, pra ka mangësi njerëzore, kurse Allahu subhanahu wa taala cilësitë e tij hyjnore është se ai shikon dhe shikimi i tij nuk e paraprin atë mangësia dhe as pason atë mbarimi apo defektet, apo smundjet, apo fenomenet që e rëndojnë gjendjen shpirtërore dhe fizike të njerëzve. Allahu subhanahu wa taala është i patmeta. Në hadithin tjetër të Uqba bin Amirit radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Ansari wa Abi Mas'ud al-Ansarit, annahu qala li Hudhayfa, ky i fundit i ka thënë Hudhayfas radhiyallahu anhu, ala tuhaddithuna ma sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a nuk na tregon çfarë ke dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pra i thot Hudhayfas, qala inni sami'tu yaqul, unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot, ala uhaddithuna ma sami'ta, i kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot, inna ma'a ad-Dajjali idha kharaja ma'an wa naran, nëse Dejjali do të vi me të, ose do të sjelli ujë dhe zjarr, fa amma alladhi yara an-nasa annaha nar, dhe ajo që shikojnë njerëzit që është zjarr tek ai, fa ma'un barid, dijeni se ai është ujë i ftohtë. Wa amma alladhi yara an-nasa annahu ma'un baridun, fa narun tuhriqu, dhe ato që njerëzit shikojnë te ai si ujë i ftohtë, ai është zjarr që djeg dhe provlon. Faman adraka minkum falyaqla fi alladhi yara annaha an-nar, dhe kush arrin atë për jush, pra sprovohet me të, atëherë le të futet, le të hidhet tek ajo që duket në pamjet jashme, sikur është zjarr që provlon, fa innu adhbun baridun, sepse ai është i ftohtë dhe i ëmbël. Pra, na lajmëroi pejgamberi alayhi salatu wassalam nga kujdesi i madh që kishte për ummetin e tij, që nga shenjat dalluese të Dejjalit, që ai do të sillin në pamjet parë disa gjëra që duken si mrekulli, pra do të sillë zjarr, do të sillë ujë, kështu që nëse sprovoheni të hidheni në këtë shoqëtur zjarr, hidhuni, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, se është ujë i ftohtë, dhe ajo që duket si ujë i ftohtë është zjarri që ai ka përgatitur si sprovë për besimtarët. Elusim Allahun të na ruaj nga sherrri i tij. Në hadithin Nawas bin Sam'anit, qala dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dajjal dhata ghadatin. Në një ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përkujtoi, na e përmendi Dejjalin. Fa khaffata fihi wa rafa'a. Njëherë duke sikur e lavdëronte dhe njëherë duke sikur e porulte dhe po shtronte. Thumma dhanannahu fi ta'ifatin nakhlin, dhe saqë menduam se mos është fshirë pas atyre palmave dhe hurmave të arabe që ne i shikonim pranë nesh. Falamma ruhna ilayhi arafa dhalika fina, dhe kur e pa që ne ishim shqetësuar, e pa në fytyrën ton shqetësimin, erdhi tek ne dhe na tha, ma sha'nukum, si është puna juaj, si e keni hallin? Kulna ja Rasulullah, dhakarta Dajjala ghadatin fa khafatta fihi wa rafa'ta. Një ditë përmendë Dajjalin, njëherë ngritë zërin duke sikur lavdëroi, dhe njëherë ulje zërin sikur e proshtroje, hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl, sa që menduan se ai mos është këtu mbrapa
palmave dhe hurmave tona në Medinë. Faqala ghayru ad-dajjal akhwafani alaykum, nuk ka gjë që më së shumti më friksoj për ju se sa Dejjali, thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. I yakhruju ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum. Nëse ai del në kohën që unë jam gjallë, atëherë unë marr përsipër pra aty dal ballë aty, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yakhruj wa lastu fiikum famrun hajijun nafsi. Pra, dhe nëse ai del dhe unë nuk jam në mesin tuaj, atëherë gjithse kushti dali burr vetes tij, të dalë mbrojtja vetes tij. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Kurse Allahu është ai që do të jetë mbrojtësi dhe mbështetësi dhe strehuesi i çdo besimtari. Inna shabun qatatun. Ai do të jetë djalosh me flok, me rrodhe, me rrica, siç i thon nëna tona. Ainu ta'ifatun, një sy e ka të qerruar, pra të verfër. Ka'anni ushabbihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Dhe i përngjan shumë, thot, e përnjësoj atë shumë, thot, me Abdul Uzza bin Qatanin. Faman adrakahu minkum, dhe kush arrin atë për ju, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falyaqra alayhi fawatih suratil Kahf. Le të lexoj ajetet e para të surës Kahf. Innahu kharijun khallat bayna ash-Sham wal Iraq. Ai do dalin nga një zonë që është mes Shamit, pra Siris, Libanit, Jordanis dhe Irakut. Këto vende që janë kufi me njëra tjetrën, që quhet zona e Shamit. Fa'atha yaminan wa 'atha shimalan. Dhe do të bëj fesad madh majtas, djathtas dhe majtas, pra do të hapet prishja në tokë dhe zullumet që do bën, ja ibadallah fathbutu, nëse arrini në këtë kohë atëherë qëndroni, bëuni të fortë në fenë e Zotit subhanahu taala. Kulna ya Rasulullah, i tham, o i dërguari i Zotit, wa ma labthuhu fil ardi, sa kohë do të qëndrojë në tokë? Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, 40 yawman, 40 ditë. Yawmun ka sanatin wa yawmun ka shahrin. Një ditë që do të jetë sa një vit dhe një ditë që do të jetë sa një muaj, wa yawmatin ka jum'atin, një ditë sa një javë, wa sa'iri ayami ka ayamikum, kurse ditët e tjera do të janë si ditët tuaja. Kulna ya Rasulullah, atëri i tham, o i dërguari i Zotit, o i dërguari, falidhalika al-yawm alladhi ka sanatin atakfina fi salatu yawmin, o i dërguari i Zotit, po ajo ditë e cila do të jetë sa një vit, a do të na mjaftojë namazi i një dite o asaj dite? Fa qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, la uqduru lahu qadra, jo përcaktoni kohët e namazit. Pra përcaktoni kohët se sa do të jenë namazet, pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur është koha e tyre. Kulna ya Rasulullah, i tham, o i dërguari i Zotit, wa ma isra'uhu fil ard, tha, si do të jetë ai në tokë? Sa i shpejt do të jetë? Si do të jetojë? Fa qala kal ghaythi istadbaru rih, pra do të jetë si shiu që e pason ata era e shpejt. Fa yati ala alqawmi fa yad'uhum fa yu'minuna bihi, do të shkojë te një grup njerëzish, do t'i thresi dhe ata do t'i besojnë atij. Wa yastajibuna lahu fa ya'muru as-samaa fa tumtir, dhe do t'i përgjigjen atij dhe do t'i urdhërojë qiellin që të bjerë shi dhe do të bjerë shi. Wal arda fa tumbitu, dhe do të thotë tokës mbi, nxirr bimët, nxirr gjallësa dhe do ta bëjnë gjë të tillë. Fataruhu alehim sarihatuhum atwala ma kana dhurran, dhe do të shkojnë, pra baktitë e tyre do të kullosin dhe do të ushqehen mirë, do të kthehen me barkun e ngopur, wa asbaqu duruan, dhe me gjinjt e mbushur plot, wa amuddahu khawasir, dhe do të ketë toka shumë begati dhe shumë mirësi. Thumma yati alqawm fa yad'uhum, pastaj i thret një grupi tjetër njerëzish që besonin tek unë, kurse ata fa yurduna alehi, ata do ta braktisin ata dhe nuk do të përgjigjen atij. Fa yansarifu anhum fa yusbihuna mumhilin, pra ata do t'ia kthejnë shpinën, nuk do të binden, kurse ata thot nuk do të kenë bereqet, pra nuk do të kenë thot mirësi fare, pra siç thot do t'i kapi ata fatësir, do të kenë fukarallëk të madh, do të kenë hallë të mëdha. Lejse bi ajdikum shay'un min amwalihim wa yamurru bil kharbati fa yaqulu la akhriji kunuzak. Nuk ka diçka që do të kenë ata në pasurinë dorë të tyre, edhe do të kalojë pra në çdo tokë, do të thot akhriji kunuzak, nxiri thesaret e tua, pra nxira arin, pasurinë që ke nga toka. Fa tatba'u kunuzuha ke yasibin nahli, dhe do ta pasojnë atë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta pasojnë atë të gjithë thesaret e tokës, ke yasil nahli, sikur të ishin ato folet e bletës ku mblidhen rreth mbretëreshës, dhe ata do ta
do ta ndjekin atë sikur ndjekin mbretreshën e bletëve. Bleta ndjekin mbretreshën e tyre, m'falni. Fa yadribuhu bis-sayfi yaqta'uhu. Pastaj thot thumma yadu rajulan mumtalian shababan. Pastaj do të dali, do thresë një djalë që është në kulmin e risë tij, pra i bukur i pashëm, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa yadribu bis-sayfi fa yaqta'u juzlatayn ramyatan al-gharadi. Pra do ta gëdhasi me shpatë sepse ai nuk i përgjigjet atij, edhe do ta ndaj atë në gjysmë dhe do ta përsërisi këtë gjë disa herë. Thumma yad'uhu fa yuqbilu wa yatahallal wajhuhu wa yadhhak. Pastaj e thret dhe i përsëri yatahallal, e falënderon Allahun azza wa jall, ky djaloshi, wa wajhu yadhhak, dhe më pas qesh dhe buzëqesh. Fa bainama huwa kadhalik, dhe në këtë moment që ai është në këtë gjendje, ithba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam fa yanzilu 'inda manarati al-bayda. Dërgon Zoti subhanahu wa taala Isain birin e Merjemes, paqja mëshira Allahut qofshin mbi të, dhe do zbresi tek minarja e bardhë në Damask. Fa sharqi Dimashq, në lindje të Damaskut, në lindje të Damaskut. Bejnë mahrudatejni, i shoqëruar me skravet me lajkeve, wadjen ke fejhi ala gjnetil melekejn. Pra, i shoqëruar pra, ku mbahet në dy krahët e me lajkeve, dhe e zbresin pra Isain alayhi salatu wasalam. Idh ta'ta rasu qatara, wa idha rafa'tu tahaddara minhu jumanul kallu'lu'i. Pra, koka ti e ulur, pikojnë pika, dhe kur e ngre kokën duket sikur në kokën e tij ato pika shkëlqejnë si perla. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsi illa mat. Dhe asnjë jo besimtar i cili do të ndjejë aromën e tij vetëm se çfarë, dhe nuk e ndjek atë vetëm se do të vdesi. Wa nafsu yantahi haythu yantahi tarfuhu falyatlubu hatta yudrika bi babi luddin. Dhe më pas do ta ndjekë atë Isai alayhis salam Dejjalin derisa arrin atë tek dera Luddit, pra një zonë, një vend atje. Fa yaqtuluhu, dhe do ta vrasë Isai alayhis salatu wasalam. Thumma yati Isa ibn Maryam, pastaj do të vi Isai biri i Merjemes, qaumun qad asamahumullahu minhu, dhe me një grup njerëzish që Zoti i mbrojti ata nga bashkë me Isai nga sprova e Dejjalit. Fa yamsahu ala wujuhihim, dhe do t'i fërkoj fytyrat e tyre Isai alayhi salatu wasalam. Wa yuhaddithuhum bi darajatin fil janna, do të flasë tyre për gradat e larta që do të kenë në xhenet. Fa bainama huwa kadhalika idh awha Allahu ila Isa, dhe duke qenë në këtë gjendje atëherë Allahu subhanahu wa taala i frymëzon dhe i shpall Isait alayhi salam dhe i thot, inni qad akhrajtu ibadan li, un kam zgjer një grup njerëz, një popull, la yadani li ahadin bi qitalihim, që askush nuk mundet t'i luftoj ata. Fa harriz ibadi ila Tur, kështu që merri besimtarët e mi, ata që janë me ty o Isa, dhe shko pra në Tur, pra në vendin kodrën Tur. Wa yabathu Allahu Ya'juj wa Ma'juj, dhe dërgon Zoti në këtë kohë Ya'juj dhe Ma'juj, wa hum min kulli hadbin yansilun, dhe zbresin nga çdo an, nga çdo mal, nga çdo kodër, nga çdo lugin. Fa yamurru awailuhum ala buhayratin tabariyah, dhe i pari atyre që arrin në buherën tabariyah, pi ujin e te, fa yashrabu ma fiha, dhe pi ujin në atë liqen. Wa yamuru akhiruhum, dhe i fundit të tyre që arrin në këtë liqen, thot, fa yakulun laqad kana bi hadhi marratan ma, në këtë vend dikur ka pasur ujë. Wa yuhsaru Nabiu Isa wa ashabu, dhe do të rrethojnë ata Isai dhe shokët e tij dhe besimtarët e tij atë ditë, hatta yakunu ra'su thawri li ahadihim khayran min 100 dinari li ahadikum al-yawm, saqë koka e demit atyre do të jetë më shtrenjtë se 100 dinar nga të tuajat sot. Fa yarghabu Nabiullah, dhe aty Isai alayhi salatu wasalam e lut Allahun subhanahu wa taala. E lut Zotin subhanahu wa taala për mëshirë, për mbrojtje, për ta ruajtur nga Ya'juj dhe Ma'juj. Pra i bën thirrje shokëve të tij, fa yursilullahu alehim an-naghafa, edhe Allahu subhanahu wa taala sjell mbi ta, pra sjell an-naghaf, pra është për qëllim huwa krimba, një lloj krimbi, ferson Allahu subhanahu wa taala dërgon një lloj krimbi, fi riqabihim fa yusbihuna farsa ka mauti nafsin wahida, dhe të gjithë pra Ya'juj Ma'juj të vdesin të gjithë me një herë, pra turma grupe, për shkak të krimi që
i kap dhe i pickon ata në qafat e tyre. Thumma yahbitu an-nabiyyu Isa wa ashabu ila al-ard, dhe më pas qëndron Isai alayhi salatu wasalam dhe shokët e tij në tokë, fala yajiduna fil ardi mawda shibrin illa malahu zahmuhum, dhe nuk ka një plëm tokë në atë kohë, vetëm që Allahu subhanahu wa taala do ta begatoj atë me të mirat e tij. Do t'japi shumë bereqet toka, do t'japi mirësi. Wa natnuhum fayarghabu nabiyyu Isa wa ashabu ila Allah fayursilu tayran ka'anaqil bukhti. Dhe më pas do të nxisi përsëri Isa alayhi salatu wassalam shokët e tij, do t'i lutën Allahut azza wa jall që të dërgoj zogj ka'anaqil bukhti, dhe qafat e tyre do t'i kenë si qafat e deveve, domethënë të gjata, të bukura. Qafat e deveve të gjata të bukura. Fa tahmiluhum fa tatruhum haythu sha Allah, kështu që i marrin ata trupat e Ya'juj Ma'jujve dhe i largojnë dhe hedhin dhe i flakin atje ku don Zoti subhanahu wa ta'ala. Minhu baytu madrin, dhe nuk do të ketë shtëpi për shtëpive të njerëzve, wala wabarin, dhe çdo vend që do të kapet, do ketë toka, do të arrijë të ketë përmirësive të Zotit subhanahu wa ta'ala, do të kapi ata me riqeti Zotit subhanahu wa ta'ala. Fa ambiti thamaratiki wa ruddi bi barakatiki fa yawma idhin ta'kulu isaba. Pra, atë ditë do të alusi Isai alayhi salatu wassalam Allahun dhe do të thotë tokës, nxiri begatit dhe bereqetit e tua. Pra, do të hyjë bereqeti dhe mirësia e Zotit në çdo shtëpi, në çdo kohë, në çdo moment. Thot deri fa yawma idhin ta'kulu isaba, kështu sa një grup i madh njerëzish do të ngopen me një kokur shege dhe do të strahohen në hijen e lëkurës saj. Do thotë që shega atë kohë do të jetë shumë e madhe. Bereqeti e asaj kohe do të jetë shumë e madhe. Wa yubariku fi risli, dhe do të japi Allahu subhanahu wa taala begatinë e qumshin e kafshëve, pra dhe baktive. Hatta in liqhata min al-ibli la takfi al-fiyam, saqë gjiri një deve do të mjaftoj një fisit, pra një fisi, një grup i madh njerëz min an-nas, wa liqhatu min al-baqari la takfi al-qabilati min an-nas, dhe një gji i lopës do t'i mjaftoj një fisit po ashtu njerëzish. Wa liqhatu min al-ghanami la takfi fakhidha min an-nas, kurse një gji i një dele do t'i mjaftoj një familje të tërë. Fa bainama hum kadhalika, duke qenë në këtë gjendje dhe këtë mirësi, ith ba'atha Allahu rihan tayyibatan fa ta'khudhu tahta abatihim, dhe në këtë kohë moment dërgon Zoti një erë e cila kalon lehtë në sqetullat e besimtarëve dhe popullit asaj kohe, fa taqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin, dhe do të marrë shpirtin e çdo besimtari, e çdo muslimani, wa yabqa shirarun nas, dhe pas kësaj do të ngeli vetëm njerëzit më të këqij të asaj kohe, yataharajuna fiha taharuj al-humri, e cila do të arratisen, do të shpërndahen ashtu si ikin zebrat nga fika e luanit, nëse shikoni, shpërndahen nga frika të mërshme asaj dite. Fa alehim taqumu sa, dhe mbi këta do të zbresi dita e Kiametit dhe e frikshme dhe sprova e madhe. Elusim Allah na ruaj nga çdo sprovë dhe nga çdo e keqe. Elusim Allah na ruaj nga fitnet e xhalit dhe nga fitnet që duken dhe nuk duken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.